Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Elusim Allahun xhalla xhelaluhu që këto ditë që kanë shkuar, Allahu xhalla wala t'i ketë pranuar adhurimet dhe të na i ketë falë mëkatet dhe lëshimet. E kemi kaluar 10 e parë, dhe tashmë jemi duke shkuar ka gjysmë në Ramazanit, e pastaj vetëm fillon numrimi i fundit për ditët e fundit të këtij muaji të bekuar, dhe lutem Allahun xhallahu ala që fundi të jetë shumë më i mirë se fillimi i tij. Të nderuar, ne jemi duke trajtuar një temë që kemi thënë se është nga temat më të rëndësishme, bazike, më serioze në jetën e besimtarit. Do thotë, jemi duke u përpjekur që përmes fjalëve të dietarëve, shërimeve të tyre që padyshim burojnë nga fjalët e Allahut, nga fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasallam, të japim përgjigje në një pyetje të madhe. Kjo është nga pyetjet më të mëdha që është më rëndësi të dimë të japim përgjigje. Kë e do Allahu? Kush është ai njeri që e don Zoti xhalla xhelalu? Kjo është pyetje shumë e madhe. Përgjigje është hala më e madhe, hala më e rëndësishme. Përgjigjen këtë pyetje besimtari duhet me kërku gjithmonë. Jo vetëm në aspektin e njohurive, po edhe në aspektin e përfitimin nga këto njohuri dhe rrështimit pas këtyre njohurive, që tjetë nga ata që Allahu xhallahu ala e don. Të nderuar, nuk ka më të madhe në dunjë se me dorë Zoti xhallahu ala. Nuk ka më të madhe në ahiret se Allahu me dorë, s'ka më shumë. Ma nalt s'mundesh me shku, as s'ki qka lip, se ma nalt se me dashtë Allahu azza wa jall, nuk ka diçka më e rëndësishme dhe më e dashur për besimtarin. Pra me kërku këtë pozit, me kërku këtë arritje, është padyshim nga çështjet më të rëndësishme në jetën e besimtarit dhe është nga angazhimet më fisnike që besimtari lidhe me këtë jep mundin e tij maksimal. Sikur të ishte dashnia e Allahut në majet më të larta të kësaj dunjaje, kishte me avlet me shku mungjit e me e marë. Madje kudo qoftë, sado që kërkohet të shpenzohet për këtë i avlen, nga se padyshim çmimi është i lartë, me dashur Allahu azza wa jall. E nuk kërkohet me ungjit, kërkon as me ec, as kon, mirë po kërkohet që me i përvecu disa kuptime të rëndësishme dhe me u përshtat me to, me u eduku në frymën e tyne, që Allahu xhallahu ala me të dashtë. Kemi thënë se prej lajmeve më të gëzueshme, më të mira, për besimtarët e devotshëm është lajmi se Allahu ka rob që i don. Ky lajm i madh, se ka dikon që Allahu e don, me që e don dikon, na tash duhet të jem ata që Allahu i don. Dhe elhamdulillah, rruga është e qartë. Nuk ka, do më thonë, paqartësi, nuk ka dilema, shërimet janë shumë të thukta, shumë të qarta, mbetet që secili ta merr këtë çështje seriozisht dhe të shtegton, si ai shpendi që shtegton ka vistë nxehta, edhe ai të shtegton drejt kënaqësisë e dashurisë Allahut te barekuhu teala. Kemi përmendur disa prej shkaqeve, sikurse është raporti me Kur'anin, duhet me përmirësu raportin me Kur'anin. Duhet me u lidh me këtë libër më shumë, secili në përputhje me mundësi që i ka, me njohuri që i ka. Por gjithkush për ne ka mundësi me pas një raport me Kur'anin, në lexim të tij, në dëgjim të kuptimeve të tij e kështu me radhë. Pastaj edhe çështja e adhurimit, jo vetëm obligimin me i kry, por me qenë të zellshëm për kurtuara nafile, sunetet me i fal, namazet vullnetare me i fal, sikur është taravia e të ngjashme që kemi përmendur. Përmendja Allahut te barekuhu teala, njohja Allahut azza wa jall. Pastaj e kemi përmendur në fund çësia e duhur karshi begative të Allahut te barekuhu teala. Mi njoh begatit e Allahut xhallahu ala, por jo të mi njoft, por pas çësia e duhur karshi tyne. Dhe kemi thënë se çësia kryesore dhe më e rëndësishme karshi begative është që çdo begati të na shtyn drejt adhurimit. Dhe brenga e besimtarit në raport me begatin nuk është shfrytëzimi, por është adhurimi Allahut azza wa jall.
Shumica e njerëzve përfundojnë me begatin kur e shfrytëzojnë, ndërsa besimtari jo. Besimtari begatin e ka për me adhuru Allahun xhallahu ala, jo për me e shfrytëzuar dhe për me i përmbush kërkesat e veta. Kjo është fazë, kjo është nivel, nuk është rrugtimi i tëri, rrugtim i besimtarit me begati. Çfarë do begatie që ka? Andaj ne çdo begati që e gëzojmë, tentojmë që përmes saj Allahun të adhurojmë, na shtohet për kushtimin e Allahut azza wa jall. Si shenjë falëndrimi, mirëllujen dhe Allah xhallahu ala dhe mundësi që përmes kësaj begatie të ecim me Allahut azza wa jall. Madje kemi pranë se besimtari edhe në mungesë të begative gjen arsye për të adhuruar Allahun azza wa jall. Edhe në mungesë të begative gjen arsye për të falëndruar Allahun te barekuhu teala. Një peshkaqe që mund të përmendim është edhe ai që do të flas për të sot, e që Ibn Qayyim rahimullah nga dietarët e njohur thotë kjo është peshkaqe më të çuditshme, më të habitshme. Madje ai e pranon se nuk është lehtë me fol për këtë shkak. Ky shkak më shumë përjetohet. Ky shkak më tepër ndihet, e shumë vështirë shpjegohet. Kjo shkak që ka të bëjë me përjetimin e robët në raport me Allahun azza wa jall. E këto përjetime nuk është lehtë me i shpjegu, nga se janë për te shpjegimit, janë për te ligjërimit dhe sqarimeve. E për çfarë shkaku po flasim? Për shkaqeve që të bojnë Allahu me dashur është thyrja dhe gjunjëzimi i zemrës para madhnisë së Allahut azza wa jall. Jo thyrja e gjymtyrëve. Një njeri në kohën e Omerit radiallahu ta'ala anhu ishte duke u falë dhe i kishte thyer krahët, kështu më falë si i thyer. Omeri e goditi në shpinë, tha, theje zemrën, jo shpinën. Kjo falë drejt, po theje zemrën, që kështu i krusur bën e zemrën, por jo shpinën tonë. Jo thyrje formale, jo thyrje t'jashtme, apo mu thyje më s'ka nevoj. Aja që ka du të mu thyje, aja që du të mu gjynëzu, mu dërzu për Allah gjelart zemrë. E këtë gjynëzim të zemrës Allahu e dënë. Kur robi i dërzohet tërësisht Allahut xhallahu ala, dërzim plot dashni, dërzim plot vullnet, dërzim domethënë me dëshirë të plot që i dërzohet madhnisë Allahut te barekuhu teala, i dërzohet udhëzimit të Allahut xhallahu. Çka nuk kupton këtë ndërmjetësim? Ku e ka fillimin ky dërzim dhe pastaj si zhvillohet ky dorëzim. Spari ky dorëzim për Allah xhallahu ala, kur ti dorëzohesh tërësisht, nuk reziston. Fare, nuk lëviz fare. Nuk shfaq kur farë pengesa në raport me atë që vjen nga Allahu azza wa jall, sikur se kanë mësuar. Ç'kjo dorëzim i plot. Dorëzohesh. Kanë thonë dietarët se ky dorëzim nuk kupton ti dorëzohesh Allahut si kur i vdekur i dorëzohet ati që e lanë. Kur të la gjenazja e livrit, a reziston, a thot nëzat, a thot ftaft, sot kur që. S'ka që ka thot, është bëhet teslim, o dorëzohet tërësisht, edhe ti që ashtu ti dorëzohesh Allahut o gjellë. E qka fit i dorëzohet, e spjegojmë, po mas pare ku fillon këtë dorëzim? Pre ku e ka piknisja? Piknisja e këtij dorëzimit të ndërruar Allahu është tek pranimi i pozicionit të në raport me Allahun xhallahu ala. Cili është pozicioni në raport me Allahun xhallahu? Ai që Allahu thot: "Ya ayyuhan nasu antum al-fuqara ila Allah." O ju njerëz, ju në raport me Allahun jeni të varfër. Ju keni nevojë shumë për Zotin e juaj. Çka është pozicioni në raport me Allahun xhallahu ala? Dhe njëri duhet në këtë pozicion me ullë dhe nga këtë pozicion me komuniku dhe me ndërtu raporte me Allahun xhallahu ala. Çdo pozicion tjetër të ndërlozër për njeriu është i kushtueshëm, i parahatshëm, vështirë, domthonë mundet njëri përmes pozicioneve tjera me e gjetë vetën e tij. Në raport me njëri tjetër të ndërlozër, a ndryshojnë pozicionet? Po, për shembull,
sot dikush është të mungu mu të legjeru. Ka, për shembull, që janë matri, a ka mundësi që mu shkollu, mu avancu, nesër, për shembull, unë ulla dhe ngëja ta. A ka mundësi? Ka mundësi. Ndran pozicioni. Ndran. Për shembull, një kohë, nona e mësën fëmin me folë, thuj kështot. Apo? Diku që e fëmi e mësën nonën, për shembull, shumë sana. A ka mundësi? Pozicion me ka mundësi? Deri dje ka qenë nxënës në shkollë, mësuesi e ka mësu, nesër bëhet ai drejtor shkolle, mësuesi bëhet punëtori i tij. A ndron pozicioni? Ndron. Në raport me Allahun xhallahu ala, ndron pozicioni? Sot është ai Zoti yt, ai din më së miri, po ti më mëson nesër mëson Zotin. A ndron pozicioni? Ja, as ndron kur. Mëso sa dush, gjithë në raport me Allahun një rand tje. Gjithë. Sot Allahu është i pasur ti i varfër, ama kur nesër ti bësh të parë, ndron pozicioni, ndron? Ja, as ndron. Ti mundesh me pas dunja në dorë, mundesh me ditë sa dush, në raport me Allahun i fukara, në raport me Allahun i dopt, në raport me Allahun i ignorant, që ky pozicion kur nuk ndron. Sa më herë të kupton që të pozicion, se i dopt ti, i dorëzohesh Allahut azza wa jall, edhe e pranon se s'ka mundësi me lu këtë pozicion, ti e ke fillu sukses shumë dhe mirë rrugtimin të drejt këtij shkaku për të thyj e gjynzu për Allah të azogjerë. Me për kur njeri, për shembull, nuk e deklaran, por në sjelljet e tij, në reagimet e tij gjen se kish me shtu diçka mas fjalës Zotit, kish me shtu diçka edhe pak dikun apo, është që po reziston, nuk u bë teslim që duhet. Andaj në raport me Allahun ti i varfër. Dhe për me Allahun ti e i padikshëm, nuk din. Për shembull të ndërlozën, ndodh ka njëre, dikush që mund ndodh për shembull. Pa ka qëllë se s'di kush ata të këtë mund, po se njëri e shkruan pyetjen ose mund nuk e njeh. Edhe nuk e paragjikoj, po në formulim, po du me u cek qysh ndodh, qysh ju e perceptoni që të formulim. Dikush ndodh me vetë, do të që kom një pyetje, e di diku që po kam qef mu sigurua. Ai paraprakisht të pranë që din, nuk kam më ba që s'di, ama veç pak një më ati mua. Do se pranon që nuk din. Në rregull, s'prish po, në part me njerin, me hoxhen, apo, s'është diçka, dhe pse, ti kur të vetësh me thonë që nuk për di qëta kallëzon ma, s'prish po. Me gjithat nuk do këtë bashkë që është formulimi i duhur, apo? Nuk do këtë, apo? Për shembull ti më shku te mjeku, me pasë për shembull, më thonë qëra, unë e bediti dikun që më marrë do hapa, po i marrë me dvetë dhe typa. Ti psa jo, ako nëse din? Ja? Po me gjithat, ecë puna, te mjeku e te hoxha, ecë puna, po. Parlami thënë Allah ndo, o Zot, unë më i di që to, që shtu vetja dal ka pa veç, një mama veç ati pak më ofë. Qysh mundesh? E qëta ti qëtë që mujtë e marrë, kush të frune ti që to? Me Allah në s'ka unë e muj, veç një më pak. Unë e Zot i di do puvesh edhe pak do mësëm i tjepën. Ja, kështu me Allah në s'ka. Ja, me Allah në ka, s'di kur gjë. Unë e hitë s'muj, pa ty s'muj kur gjëne. Qështu është me Allah në gjellë ora. Që kjo është ajtë pozicion i duhur, apën. Ama jo unë e muj, unë e di. Ose me bu do, o Zot, unë jam, për shembull, filoni, profesori filon, apo që jabe mësim, do është adhe, Allah, ti profesori në shkolla, është në konë doktor, kryeministër, të popullet, të Allah i robi i shkret që kur gjëndor të vetë s'ka. Të Allah që ki, a i di kush të tëra? Kush e të ka Allah gjellot, që ki i shkreti, kur gjë s'ki ndorë, qka ki ndorë? Jetën tonë se ki ndorë, Allah, jetën tonë se ki ndorë. Zemrën e ki ndorë, zemrën të mrana që ki ndorë tonë. Se ki ndorë tonë. Kush tash po i thot me punu e ti po më mu? Ti i ke thonë me punua? A i ke thonë ti zemrët puna? A i ke thonë Allahu puna? Allahu i ka thonë puna, se sa për ty ishtë nalë mëtë ti harron me i thonë puna bile. Përndaj të ndëllëzër, kjo që është e madhore, me kuptu, pozitën të në raport me Allah në gjellë në vana. Ti i gjorë, ti me rranë s'ki kërgjë, dush më dërzu.
E dorëzohesh kur e kupton pozitën, kush je. E në çka dorëzohesh? Dorëzohesh në dy çështje madhore. I dorëzohesh Allahut në caktimin e tij dhe i dorëzohesh Allahut në udhëzimin e tij. Na do të marr sebepet, me marr shkaqet, na do të më përpjek, do të munu me ndru gjendjen, situatën ekonomike, sociale, shëndetësore, çka do të qoftë dunja, në raport me vetveten, familjen, shoqërinë, do të munu, më lodh. Mi po në fund, kush vendos? Allahu te barta. E kur Allahu gjykon për diçka, çysh është reagimi i robët karshi kësaj? Dorëzohet. Dorëzohesh, i dorëzohesh caktimit të Allahut azza. Ti për shkak munohesh me jap këtë çka ki për me e shëroni të afërm ton. Mbledhin parë njerëzit e tu bëhen e çojnë e përpjekt, duhesh munu. Po që në fund ai vdes. A ka diçka për të kësaj? A ki me bo diçka mo? Jo. I dorëzosh caktimit të Allahut azza. Nuk e thush Allah, që ishtë bezës së parën e hupa edhe ashtë e opet ma hupe, a i shritë të ta? Ja, në vëllë bëllë. Që ka dërzohë, thao, gjyëzat të edhin e rabë, unë i munu, që ka që kish pasë. Më kry puna, dërzohë. E kështu me caktimit e tira që Allah o gjykan, e ti e kupton që i murë fund, dërzohë. Mos kundërshta, mos u rebelion raport me caktimin e Allah, se s'ki që ka me ba. Veç e poshtën vetë vetën, e lërgosh për Allah të azugjelë. Edhe dorëzohu pran udhëzimit ti. Nëse Allahu Gjalla Wala e ka bëni punë obligim, dorëzohu burë. Mos thuje pse kjo, din kjo ku, lej këtë filozofi pa lidhje ato. Sikur se thash ai që është, apo i vdekun, i cili nuk reagon. Edhe ti, jo i vdekun, ti i gjallje. Mirë, po kur vjen urdhni Allahu Gjalla Wala, s'ka me thonë për shembull valla i nxehtë pak apo më ftof pak. Taman është. Ato që Allah e ka thënë taman është. Taman është. Në fillim kanë nevojë që as bien taman të mësoj lkura apo tani shkan taman apo. Mund në fillim me kon pak e papërshtatshme se si mësu. Po kur mësosh e kupton që taman është. Një punë që Allah e ka ndalu, dorëzohu. Thau për Allah të mëndum, ka marrë fund me nështrim të plot, me gjynjëzim të plot të zemrës për Allah të mëndum. Mos e kundërshta urën Allah Gjalla Wala. Jo është kundërshtim të mohimit. Kjo është kundërshtimi ma ekstrem i mundshëm. Jo është me mohu, po nga njëra dhe kundërshtimi, për shembull si pasojë e një lloj mospranimi praktik të urrit të Allahut te barekutaala. Allah e ka ndalu, ka marrë fund. Prandaj Allahu don me patë atë që thyrje, çish po thehet zemra, po gjynzohet, po dorëzohet para urrit të Allahut te barekutaala. Të ndërnozër, në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka pas shembuj të shumt që kanë dëshmuar për këtë gjynjëzim, se një herë i ndërzuar Allahu azza jall. Edhe mo, nuk ka mo, tani opet me çukryt, e dorëzuar një herë. Qysh e kanë përmend dietarët, tek çështja e thyrjes së zemrës kanë thonë se robi një herë me zemër ti bën sejdë, një herë. Edhe mu se qënë zemra kryt pej sejdës, dhe di gjykimit kër e thretë Allah me shtin gjenet. Sejdë me balë e bujna, përshë bënëm sabah e qënë kryt e petër, me ecët, me pona. Zemra, ku e zemra? Halon sejdë është. Zemra vazhdan mi u përullë Allah të gjë, aja është e vazhdur. A nuk e qënë kryt me potash, mos të më thirë dikur tjetër, mos ka të qka ma mirë. Jo, s'ka ma mirë, kur gjë mo? As ka me thirë kush, as ka me një kanë. Dërzorën sejdë, i bindu se që kja është aja dura, edhe se qënë kryt mua, s'ki që me këqyrë mua. Ndaj ata e ndërzohë Allah Gjalla Wala, edhe këtë që ka nga Allah të bërë dhe në pajtu. Që një shembull konkret, me kuptu ti ma drejtë. Kur ka ndodhur në ngjarja e Isras dhe Mirajit, kemi përmendur shumë herë. Do të pejgamberi son para pej Mekës, mbrana natës ka shkuar në Kuds. E ka falë namazin me pejgambert, i ka dalë imam, shkon hadith.
Pastaj e ka marrë Allah në qiell, e ka shetit, ka pa me lajke, çka s'ka pa. I ka folë Allah direkt, i ka bo obligim namazin, e ka kthy pejgamberin në tokë, hala shtrati në zetë të konët. Kejtë kjo mrena natës. Kur qumë sabaj ju ka thonë njerëzve, shku në natën, e qitash për shembull është që ka aeroplane, ka domthonë mjete të shpejta transportit, anë një problem me e kuptu. Janë anë të vakëshit, me shku pej Medinë, pej Mekës, tiri në Kuds, një mujdet i ka marrë me deve, ka se largë. E me thonë një më shku me natës, thonë ti, oke, një me pas ke lujtë, sa ta e kom fillim ti i lujtë një, ta është për i meti pas ke, shka njëri është tonë. Se ka kuptu ata këtë. Një shku të Ebu Bekri, radiallahu anhu, me provoku me onë, që e shokujt, atë këna thona që ty besaj si ka shaja që jo mira, atë këna thona. Pëse që ka ndu? Ka thonë për thot shokujt, për moment e sonë. Për thot që mrena natës, pe Mekës, u shku në Kuds. Atje, e aty, ka nejtë tani u shku në qilë, u këthydet. Këta që sa kanë zemrën e dërzume, se pranojnë këtë punë, apo? Se pranojnë se kjo së dërzu. Ebu Bekri o dërzu, veç ka thonë, a ka thonë aj, veç për më interesant, a ka thonë aj, po, që të pëllat, thonë, unë i besaj. Dhe se i kom besu në diqka matë modha se që kja. Njëherë i kom thonë, la ilaha illallah, njëherë kom ti i dërgu me Allahot, s'ko me lujtë mo. A i dërgu me Allahot po, atë mësën Allahot i po, u kry, e jame nuk është tash me ti kontestu në punë dhe ty mon qëre, a i sigur ta qëre kuhaja, s'ka mo. E të ka dërgu Allahu, u kry, e jame është me të pasu në ty. Qëka është e jame? E jame është me mujtë me qitë komë, kuj ke qitë ti komët. Qaqë, me një gjumë dhe tua, qëka është e jame? Që kjo zemra thyrë, ka pranu një herë, është nështru një herë, edhe nuk lëviz më apë. A është e qartë? E këtë dërzim të pa kushtëzuar, të pa rezervë, pa hamendje, pa luhatje, që zemra bënë raport me Zotin të bare këtëra, duke e përullur vetën maksimalisht para madhnisë Allahot, para dijes Allahot gjellë gjellë husa, a i din mas miri, e din Allah i manuar. Që të zemrë Allah din. Mirë po ka thonë djetarët, për mbyllet sajtë në vëzër, ka thonë se njerë që praktikujnë shumë obligime gjenë shumë. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, thot nëse shkon të dera namazit, gjonë njerës të u falë shumë. Nëse shkon të dera agjerimit, gjonë shumë të u agjeru. Nëse shkon të dera e haqit, shqyën haqit, që në numre sa përshkojnë që ashtë. Umre. Mi vizit, të mon, gjatë të viti që botë, shumë ka, më të është namazan mu, ka përsan gjithë numër që më shë përmenu. Ka njërë, hamla, kjo është hajrë. Dhe mirë për nëse shkën të dera, të porta, e atyre që e kanë thuj zemë për Allahot, atje s'ka kalablak që shtu atje. Se jo çdo kush që, domthon, i kryen obligimet e jashtme, e ka rahatu që ullet çështë një mërëndshme. Ka njëri, kryen obligime, falet, në kjo mirë është, mirë po i vjen i caktimi Allahot, e nis me livrit. Apo, vjen një urë një Allahot, haram o burë, zban kjo kështë me boj, e nis me livrit. Nuk o dërzu që duhet, po ti po falesh, po sa i po, që kjo është dërzeja e zemrën Allahot plëtsisht. Në nështrej Allahot përullu, Allahu e këtë dënë. Nga se të kjo derë nuk ka shumë kalavlaka. Njerëzit kanë qefë me qërëse pak ma formale, pak ma thjeshtme, mirë po me e regullu të brendshmën, me e regullu zemrën, me e përullu zemrën Allahot Gjellewala, kjo është proces ma i komplikum pak, do në ma shumë mund, do në ma shumë gatishmëri dhe sakrificë, e jo që këtë sakrificë janë gjendje këtë me e pagu. Për që ta dhe ju krejt, janë që e ka një këtë shkollën që i dënë Allahu Gjellewala, do mon dashuri dveçant të rogëve të përzjedhën të ti, që na po sunem me qenë për ty në. Pra ndaj të ndërum, dërzoja zemrën Allahu të gjellë, edhe mështot heq, asë mëse këtë krytu, a i sigur të hoqë, mësë po, ja, dërzohu, shohu, shlirë, heq mësë i gale. Nga se jenë durë të sigur ta.
Jeni në udhëzimin e sigurt, në cilin ka veç dobi e ka hajër për ty. Wallahi ka hajër për ty. Ka mirësi për ty. Allahu nuk obligon askë për të mundësive. Allahu xhallahu ala nuk e kërkon pasurinë e kërkujt për neve. As shëndetin, nëse i kërkon për të mirën tonë, që të na i kompenzon shumë fish në dunjë e në ahiret. Pra nëse Allah ta ka qenë i derë me Bukhajr, mos e mshëna derë. Vazhdo tutje, për ulli Allahu xhallahu i bindun se kjo që je duke bu në mëndzot është e duhura, për faktin se Allahu nuk kërkon për ti diçka që të dëmton ose të bën keq, nga se Allahu xhallahu ala është i gjithdijshëm, është i urti, din me i vendos gjërat tamam qyru në vendin e vet. Ka herë neve s'na duket që në vend vet, s'prish punë, ti si ai me vendos, ason s'dimna, ti në shtrohu. Por olo, ç'kjo ty takon? Et stutje, kok ulur, zemër për ulur para madhnisë Allah xhallahu ala, sikur që i përmend deri më tani. Për këtë ka shumë, tash Ibn Kaimi ka thonë që këto veç mundën me fol ka pak sa më parafuse, këto veç zemra preton. Kur thehet për Allah xhallahu ala gjunzohet, e kupton domosë se çka do të thonë me e thy zemrën, e me gjunzu, e me përul zemrën për Allah të bërë të përulje që nuk reziston, nuk lëviz, nuk kundërshton, mirë po me dashni përullet e nështrohet Allahu xhallahu ala, sikur që e përmendëm në disa shembull më herë. Allahu na i përmirësoj zemrat tona, na i pastroj zemrat tona. Allahu na i bëj zemrat të përula, të thyra për madhnisë Allah xhallahu ala, zemra që binden e nuk kundërshtojnë, zemra që nështrohen e nuk refuzojnë, e adhurojnë Allahu xhallahu ala adhurim të plot, sikur që është Allahu xhallahu i kënaqur, e pastaj me këto zemra të pastërta, të gjunjëzuara, të shëruara nga smundjet e ndryshme, e takojnë Allahu xhallahu ala, sikur Allahu thot: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Atë tek Allahu nuk kryen punë as pasunia, e as evlat, e as autoriteti, po kryen punë kush tek Allahu vjen me zemrën të shëndosh. Ç'kjo zemra është nosh, e përulur, e gjunjëzuar dhe e nërsuar Allahu të madhnuar. Zoti na furnizot me zemra të tilla, e Zoti ju ruaj të duhet shpërbleft për vëmendjen dhe ju nderoft më të mirë të në dunjë e në ahiret. Me kaq për sot. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.